Rreshjet e shiut të ditës së sotme në Prizren kanë vëshuar disa rrugë të lagjeve të Prizrenit. Kështu vëshime sot në orët e paraditës ka pasur tek fakulteti në Prizren, pas rreshjeve të dendura përfshirë dhe qendrën e Prizrenit, sidomos e gjatë rrugës së Remzi Atemaj. Gjithashtu raportua edhe për vëshime në lagjen Kurilla. Ekuvendari Bajram Kastrati njoftoi se edhe në lagjen Arbana pati vëshime, e po kështu tek familja Vehapi e Bityqi të kësaj lagje, ku ka shkaktuar edhe dëme materiale tek familja Vehapi dhe Bityqi, ku na dërguan edhe pamje nga ato shtëpi. Kurse lidhur me këto vërshime në Prizren, drejtori i shërbimeve publike Islam Ukimeri për televizionin Besa tha se ne kemi kompanitë të kontraktuara tashmë janë në teren. Po kështu ai me këtë rast tha se kemi edhe një mesazh që pa ndonjë nevojë të mos lëvizet drejt zonave të reduktuara dhe se në cilin do rast të njoftojnë komunën dhe ekipin mobilizues të komunës dhe ne do të jemi në gatishmëri për të ndihmuar të gjitha rastesh, tha në mes së tjerash drejtori Ukimeri. Po, për shkak të rreshjeve të shiut që po vazhdojnë në territorin e komunës Prizrenit, ekipet emergjente të drejtorisë shërbimeve publike janë në gjendje gatishmërie të plotë dhe janë dalë në teren dhe janë të angazhuar të monitorojnë situatën në teren. Faktikisht të gjitha ekipet përkatëse janë në teren dhe jemi me qëllimi i daljes të teren është që kemë mbrojtje të jetës së qytetarëve, pronën dhe sigurisë të qytetarëve në komunën tonë. Dhe deri në këtë momente nuk kemi ndonjë informacion që ka ndonjë rast që të intervenohet, po presim disa ndalë shiu dhe në qoftë se ka me pas ndonjë nevojë të intervenohet në disa pjesë të një kanalizimit apo të ndonjë posete, ne me ekipet tona që i kemi dhe me operatorët që kemi të kontraktuar do të dalmë dhe do të intervenojmë një herë. Jo, për këtë rast nuk kemi informacione, nga tash një herë ekipet tona do dalin në teren, po të zyrtarët e drejtorisë dhe menaxherët e kontratave do ta konstatojnë gjendjen dhe më një herë operatorët që i kemi do të intervenojnë në atë rast dhe do të shmangmi atë ujë që është në ato lagja në Arbana. Kemi disa kontrata që kemi për raste emergjente dhe më një herë ekipet tona do dalin më një herë në teren. Andaj kam një mesazh që të lusmi gjithë qytetarët që të shmangin lëvizjet e panevojshme në zonat të rrezikuara nga vërshimet, të tregojnë kujdes të shtuar gjatë qarkullimit në rrugë, të raportojnë më një herë ndonjë rast që mund të paraqesin ndonjë rrezik për sigurinë të qytetarëve dhe shërbimet emergjente ose organet kompetente, drejtoria e shërbimeve publike dhe operatorët që kanë të kontraktuar më një herë të dalë dhe veprojnë më një herë në raste të caktuara. Derisa me këtë rast apelohet që mbi të gjitha është kujdesi të ruhet jeta dhe shëndeti popullatës.